Shkruestar News ju përshëndes, jemi së bashku si çdo ditë me mua e Sërsula për të njohur Bashkimin e Motit për sot dhe nesër në vendin tonë dhe kontinentin evropian. Gadishulli skandinav dhe pjesa e Europës lindore paraqitet me vranësira dhe rreshje dëbore, ndërkohë Alpet dhe Gadishulli Iberik me rreshje shiu e dëbore lokale. Pjesa tjetër e Europës mbetet me motë të kthjellë dhe të ngrohtë. Njemi tani me kushtet e motit për sa i përket vendit tonë. Sipas Meteoal, paraditja paraqitet me kthjellime dhe vranësira të lehta, ndërsa pasditja sjell shtim të vranësirave më të theksuara këto në veri të vendit edhe në verilindje të territorit shqiptar, por reshje. Temperaturat do të luhaten nga 2 deri në 22 gradë Celsius, era fryt me një shpejtësi 35 km/orë, duke gjeneruar një dallgëzim të ulët. Njemi tani me kushtet e motit për sa i përket rajonit të Europës për ditën e nesërme. Ishujt britanik, Gadishulli Iberik dhe pjesa e Europës juglindore priten me shira dhe stuhi ere. Nga ana tjetër, Europa lindore do të pritet me rreshje të pakta shiu e dëbore, ndërsa vendet nordike, Balltiku dhe pjesa e Europës qendrore, po ashtu edhe brigjet e Egjeu do të priten me motë të kthjellë dhe të ngrohtë. Njemi me kushtet e motit për sa i përket të vendit për ditën e nesërme. Sipas Meteoal, deri në mesditë pritet vranësira dhe rreshje shiu më të theksuara këto në veri të vendit edhe në qendër të territorit shqiptar. Pasditja sjell përmirësim gradual, ndërsa temperaturat do të luhaten nga 3 deri në 20 gradë Celsius, era fryt me një shpejtësi 40 km/orë, duke krijuar kështu dallgëzimin në brigjet detare 2 ball. Shohim tani temperaturat minimale dhe maksimale sipas Meteoal për vendin dhe rajonin. Ky ishte Bashkimi i Motit për sot dhe nesër në vend Evropë. Falenderoj për vëmendjen, bashkë mirupafshim.